Ka njerëz që sa po dëgjojnë një lajm, pra për dikë, me njëherë nis të shpërndaj, me njëherë nis të flas për të. Vlla dhe motër, kujdes. Ndoshta ky lajm, kjo fjalë që thuhet për dikë, ndoshta nuk është e vërtetë. E profeti alayhis salam, a di çfarë thot në një hadith, mjafton për njeriu si gënjeshtër që të flas për çdo gjë që dëgjon. Kështu kuptohet për një hadithi. Po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an, o ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, ju sigurohuni. Prandaj vllai i nderuar, duhet me u siguru, mos me i mbajt llafet sa djathtas majtas. Sigurohu për fjalën dhe ruaje veten tënde. Allahu na ruajt të gjithëve. Amin.